Ditën e djeshme u zhvillua ndeshje shumë përfolur mes Shqipërisë dhe Serbisë, ku na duhet të themi se ishte një ndeshje shumë e dominuar nga skuadra shqiptare, por në fund ndeshja doli në barazim. Për këtë ndeshje, shumë fytyra të njohura publike kanë treguar mbështetje në forma të ndryshme, por njëra prej tyre që ka spikatur ka qenë Egli Tako, e cila përmes një story uroi fitoren për kombëtaren e Shqipërisë. Sonte Shqipëri me shpirt dhe zemër jemi bashkë për fitore. Ishin fjalët e këngëtares ditën e djeshme për krah fotos që kishte postuar duke bërë shqiponjen me dy duar. Siç u pa dhe në stadium, shumë fytyra të njohura ishin prezente duke ndjekur këtë ndeshje madhështore, që siç e tham dhe më lart, u dominua nga Shqipëria jon. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Egli Tako dhe Gjesti kanë bërë lëmë rrjetin me deklaratat të tyre. Një herë janë bashkë, një herë nuk janë. Se çfarë po ndodh, e dinë vetëm ata të dy. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.